Në kryesimin e seancës, do të më ndihmoj deputetja më e re nga mosha, zonja Sala Jashari. Me këtë rast, më lejoni që në fillim t'ju dëshiroj mirëseardhje dhe punë të mbarë të gjithë deputeteve dhe deputetëve të legjislaturës 9 të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Njëkohësisht, kam kënaqësi të veçantë që të përshëndes dhe të dëshiroj mirëseardhje mysafirëve të nderuar. Zëvendës ambasadorit të ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Roland Hill. Shefit të zyrës së BE-s në Kosovë, përfaqësuesi i posaçëm i BE-s, ambasadorit Ivo Orav. Ambasadorët e vendeve mike të akredituar në Prishtinë dhe të gjithë të ftuarve të tjerë të pranishëm në këtë seancë konstituive, si dhe mediave që po e përcjellin këtë seancë. Të nderuara deputete, të nderuar deputet, kryetari i Kuvendit i legjislaturës 8, në mbledhjen e përbashkët me kryetarët e subjekteve politike që kanë fituar vende në Kuvend të mbajtur më 8 prill 2025, ka bërë përgatitje për mbajtjen e seancës konstituive të legjislaturës 9 të Kuvendit, të thirrur nga Presidentja e Republikës Kosovës, shkëlqësia e saj zonja Vjosa Osmani Sadriu. Rendi i ditës për seancën konstituive të legjislaturës 9, i cili është shpërndar deputetëve së bashku me materialet përmban: 1. Formimin e komisionit të përkohshëm për verifikimin e kuorumit dhe të mandateve të deputetëve, betimin e deputetëve, zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit dhe zgjedhjen e nënkretarëve të Kuvendit. Të nderuar, një njoftoj se në seancën konstituive nuk zhvillohet debat. Seanca konstituive përfundon me zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit dhe të nënkretarëve të Kuvendit. Ndërprerjet gjatë seancës konstituive nuk mund të jenë më të gjata se 48 orë. Procedojmë me pikën e parë të rendit të ditës. 1. Formimi i komisionit të përkohshëm për verifikimin e kuorumit dhe të mandateve të deputetëve. Një njoftoj se në bazë të nenit 9 paragrafi 4 të rregullores së Kuvendit, subjektet politike të përfaqësuara në Kuvend e caktojnë nga një deputet në komisionin e përkohshëm për verifikimin e kuorumit dhe të mandateve. Ky komision duhet të shqyrtojë dokumentacionin përkatës për certifikimin e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të mbajtura me anë shkurt 2025 dhe Kuvendit t'ia paraqesë raportin për vlefshmërinë e mandateve të deputetëve të Kuvendit, si dhe verifikon kuorumin në seancën konstituive të legjislaturës së 9. Kryesuesi i komisionit të përkohshëm do të jetë nga subjekti politik lëvizja vetëvendosje me numrin më të madh të deputetëve. Ftoj përfaqësuesin e lëvizjes vetëvendosje që ta propozoj një deputet për kryesues të komisionit. Faleminderit i nderuar kryesuesi i seancës konstituive, të nderuar deputet Kuvendit të Republikës së Kosovës, në emër të grupit parlamentar propozoj deputetin Artan Abrashi që të jetë antar njëherët edhe kryesues i Komisionit për verifikimin e kuorumit të mandateve. Faleminderit. Faleminderit. Ftoj përfaqësuesin e Partisë Demokratike të Kosovës, PDK, që ta propozoj një deputet për antar të komisionit. Faleminderit kryesues, të nderuar kolegë deputet, në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, propozoj deputetin Përparim Gruda. Faleminderit.
ftoj përfaqësuesin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, LDK, që ta propozoj një deputet për antar të komisionit. Faleminderit shumë kryesues i seancës, të nderuar kolegë deputet, të nderuar përfaqësues të mediave, shfrytëzoj rastin që në emër të grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, të uroj të gjitha grupet parlamentare, të uroj të gjithë deputetët të zgjedhur dhe me shpresën që do të kemi një legjislaturë të frytshme në funksion të mirëqenies së Republikës dhe të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës. Për komisionin për verifikim të mandateve, ne si grup parlamentar propozojmë deputetin Armend Zemaj. Faleminderit, ftoj përfaqësuesin e Srpska Listas që ta propozoj një deputet për antar të komisionit. Hvala predsjedavajući, poštovani predstavnici. U ime Srpske liste predlažemo za člana komisije gospodina Branislava Nikolića. Hvala. Faleminderit. Ftoj përfaqësuesin e AK-s, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma Socialdemokrate, Konservatorët, Intelektualët që ta propozojnë një deputet për antar të komisionit. Nderuar kryesues, të nderuar deputet, në emër të grupit të Aleancës Nisma propozojmë zonjën Time Kadrije. Faleminderit. Ftoj përfaqësuesin e Kosova Demokratik Tyrk Partisi që ta propozoj një deputet për antar të komisionit. Faleminderit kryesues, Kosova Demokratik Türk Partisi adına Fidan Brimer Zhultajo öneriyor. Teşekkür ederim. Faleminderit. Subjektet në vazhdim përfaqësohen me nga një deputet, të cilët do të jenë edhe antar të komisionit. Emrat e subjekteve, siç i ka parë KQZ, do t'i lexoj në origjinal. Iniciativa e re demokratike e Kosovës, IRDK, Elbert Krasniqi. Nova Demokratska Stranka, Emilia Rexhepi. Za Slobodu, Pravdu i Opstanak, Nenad Rashić. Koalicia Vakat, Rasim Demiri. Partia Liberale Egjiptiane, PLE, Veton Berisha. Social-Demokratska Unia, SDU, Duda Balje. Partia e Ashkalinjve për Integrim, Artan Aslani. Jedinstvena Goranska Partia, Adem Hoxha. Dhe 15 Partia Rome e Bashkuar e Kosovës, Albert Kinolli. Falni, shërbimi i deputetëve vërteton se në sallë janë 119 deputet, kemi quorum dhe mund të vazhdojmë. Lus deputetët që me ngritje dore të deklarohen për emërimin e antarëve të komisionit të përkohshëm. Kush është për? Kush është kundër?
Nuk ka asnjë kundër, me sa po shihet. Kush abstenon? Nuk ka asnjë abstenim, vetëm do thot me 119 vota për votohen antarët e komisionit të përkohshëm. Ftoj kryesuesin e komisionit të përkohshëm për verifikimin e kurumit dhe të mandateve, deputetin Artan Abrashi, që ta paraqes raportin. Ftoj komisionin që të takohet më njerë në salën numër 10 dhe pastaj kuvendit t'ja paraqes raportin. Për afërsisht 15 minuta duhet të zgjas pauza, pushimi.